Grupi parlamentar i Partisë Socialiste në 27 shkurt 2025 mori në mbrojtje rektorin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, Fatbar Sallaku, pas nisjes së hetimit nga SPAK, ndërkohë që më 12 shkurt kishte dëgjuar në mbledhjen e grupit edhe deputeten Klotilda Bushka, e cila ishte nën hetim për dosjen Velia Exoza. Duke pasur parasysh këtë standard, sot gazetarja e Syri Televizion Ambrozia Meta e pyeti kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, nëse grupi do të thërrasë për dëgjes zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila është nën hetim nga SPAK për aferën e tunelit të Llogaras. Por Tauland Balla zgjodhi të jepte të njëjtën përgjigje që kishte dhënë dhe shefi i tij në një intervistë për median gjermane Deutsche Welle pak ditë më parë. Kemi qenë shumë qartë që kur nuk do të bëjmë komente mbi meritat dhe mbi çështjet që trajtojnë institucionet e drejtësisë. Këtë gjë e keni parë edhe në këtë moment. Përveç një dia që keni bërë komente. Dhe sa i përket edhe pyetjes tuaj, edhe ndërhyrjes nga kolegu, zyrtarisht Partia Socialiste e Shqipërisë nuk bën komente për asnjë çështje të veçantë. Ora 24 e natës së të hënës është edhe afati i fundit për dorëzimin e kandidaturave për avokatin e popullit, ndërsa Balla kërkoi nga opozita që zgjedhja të bëhet me konsensus. Propozimi im në emër të grupit parlamentar të shumicës është që ajo që nuk ka ndodhur këto 3 vite të ndodhi, pra qoftë në komision, qoftë në konferencë kryetarëve, apo në një tryezë tjetër si ta mendoj opozita, të ulemi dhe të zgjedhim avokatin e ri të popullit. Kandidatura për avokat populli duhet të përmbushi kriteret që u thash dhe t'i japi këtij institucioni kredibilitetin institucional që i takon. Lidhur me propozimin e kreut të Partisë Demokratike për ngritjen e një senati, Balla u shpreh se këto propozime duhet të dërgohen të gjitha në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Nuk duhet humbur kohë as edhe një ditë, që do të thotë thirrja ime për 2 bashkëkryetarët më njëherë pasi të kenë marrë detyrën, të mblidhen që ditën e premte dhe të fillojnë punën përfshirë edhe të gjitha këto propozime. Ne propozimet tona, siç thash, propozimi kryetarit Rama për një parlament me 101 anëtar apo propozime të tjera do t'i dorëzojmë zyrtarisht komisionit. Ndërkohë i pyetur lidhur me buxhetin e 2026, Balla theksoi se pritet që ta përmbyllin brenda 15 ditëve të para të dhjetorit për t'u lënë mundësi dhe bashkive që të miratojnë pjesën e tyre.